Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Dje në mbrëmje, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një takim me demokratët e Lushnjës, prezantoi kandidatët për deputet për zgjedhjet e 11 majit, që e quajti ekipin më të mirë. Zoti Berisha deklaroi se prodhimi Made in Albania do të fillojë nga qumshti, jo nga makinat ushtarake. Dje në mbrëmje në orën 7, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me demokratët e Lushnjës tek palestra e shkollës 9-vjeçare Fotopuka, ku prezantoi kandidatët për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Fermeri Vladimir Çela, i cili mori fjalën i pari në këtë takim, tregoi gjendjen aktuale të bujqësisë në Lushnjë. Ne kemi ngel në mëshirë të fatit. Pa subvencione, pa ndihmë, marrë një subvencionim qesharak që nuk mbulon as gjërat minimale. Kryetari komanduar i Partisë Demokratike Dega Lushnjë, Elsi Dogjini, e quajti të veçantë ditën e djeshme, pasi është dita e një fillimi të ri për një të ardhme më të mirë. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon fillimin e një rrugtimi të ri, rrugtimi shprese, besimi dhe përkushtimi për të ardhmen tonë të përbashkët. Jemi këtu së bashku për të hapur fushatën elektorale të Partisë Demokratike e qytetit Lushnjë, për të ndarë me ju vizionin tonë dhe për të kërkuar mbështetjen tuaj në këtë garë të rëndësishme. Gjithashtu edhe drejtuesi i qarkut Fier, deputeti Gazmend Bardhi, e quajti ekipin e Fierit në këto zgjedhje më të mirë se ekipi kundërshtarëve. Ai tregoi se mesazhi që marrin nga qytetarët, sidomos fermerët që takojnë, është na ka ardhur në maj të hundës nga kjo qeveri. Gjithashtu përmendi edhe arsimin ku 18 shkolla janë mbyllur në Lushnjë nga braktisja. Mesazhi i parë dhe kryesor që marrim nga secili qytetar është se u ka ardhur në maj të hundës. Janë të zhgënjur deri në pikën që mallkojnë veten se kanë votuar një parti që vetëm i ka shfrytzuar për vota, pa mbajtur as më të voglin premtim. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, mes entuziazmit dhe thirrjeve, deklaroi se ekipi i Partisë Demokratike ka kandidatët më të mirë që mbështeten në vlerat familjare dhe janë si nata me ditën me ekipin e Partisë Socialiste, që kryesohet nga Belinda Balluku. Kam nder të veçantë që vi sot këtu për të paraqitur ju, burra dhe gra, individ të shquar, njerëz të suksesit, njerëz me dijitet, që përfaqësoni vlerat më të rrira të familjeve, të komunitetit, të qytetit dhe fshatrave të këtij rrethi. Do përfaqësonin parlament me dijitet interesat e tyre më jetike dhe më të mira. Krahasimi juaj me deputetët e Lubis, deputetët e Shytve janë të krahasosh natën me ditën. Zoti Berisha tha se do të pesfishoj subvencionet dhe do të mbrojë çdo sezon prodhimin e fermerëve. Made in Albania nuk do ta fillojë me prodhimin e makinave ushtarake, siç deklaron Rama, por do ta fillojë me qumshtin, me frutat, me zarzavatet, tha ai. Do subvencionojmë 5 herë më shumë, do të rrisin fondin e subvencioneve 5 herë. Për çdo fidan, për bim të arave, për njësi prodhimi, për çdo krem bagti. Zoti Berisha tregoi se rikthimi i tij në krye të partisë dhe kandidimi për kryeministër në zgjedhjet e 11 majit nuk vijnë si ambicie përpara apo luks, por për të mos ia lënë kontrollin e opozitës kryeministrit Edi Rama. Kryeministri Edi Rama akuzave të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha që Shqipëria është narkoshtet, ju përgjigj në rubrikën Sy më sy, ku theksoi rolin e rëndësishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Në bashkëbisedimin e zakonshëm me ndjekësit në rubrikën Sy më sy në Facebook, kryeministri Edi Rama tha se Partia Socialiste do të dalë fituese në zgjedhjet e 11 majit me më shumë se 77 mandate dhe rezultatin do ta shpall nga kuçi. Kryeministri kundërshtoi akuzat e opozitës për narkoshtet dhe theksoi rolin e rëndësishëm të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu ai tregoi edhe për një vizitë të rëndësishme diplomatike nga homologu britanik para samitit politik evropian që do të mbahet në Tiranë. Shqipërinë në BE mund të afrosë vetëm mund dhe Partia Socialiste, pa diskutim fare. Vetëm ne.
fusin Shqipërinë në BE, s'kush tjetër. Parafityroni vetëm për 1 sekond bufin e kënetës që ju shfaqet në Bruksel. Edhe ju thot tua të fusë Shqipërinë në BE. Vetëm për 1 sekond parafityroni. Ndërkohë që na futave s'na fut në BE-ja, pse duhet ta thua shtia për ta them unë, e thot BE-ja vetë atë. Shumë hapur, shumë qartë dhe thonë të gjithë dokumentat që ne kemi para në tavolinë çdo ditë me BE-n. Dhe thot dhe fakti që ndryshe nga çfarë për shembull të shtën ty nga Kanada me shumë bujë, së shpejti ne do të vazhdojmë të hapim kapituj të tjerë të negociatave me BE-n. Nuk ka bërë vakin historinë e integrimit që fjale vërtet që një vend të negociojë me këtë shpejtësi. Dhe kjo shpejtësi diktohet nga BE-ja, jo nga ne. Ne kemi qenë gati dhe më përpara se të hapeshin negociatat. Po s'kanë qenë gati ata. Sot ne po negociojmë me shpejtësi. Mali i zi që me që ju thua ignorant shqiptarëve. Mësohe, Mali i zi ka qenë 2012 që negocion për të hyrë në Bashkimin Evropian. Para sa ne të vinim në qeveri. Dhe sot ne e kemi arritur dhe jemi krah në Malin e zi, ndërkohë që ne kemi që vjetë që negociojmë, por ama ishim përgatitur shumë fort. Kur ata na thoshin po, jo, ne përgatiteshim, dhe kur javën negociatat ishim shumë më përpara. Nëse është 0-0, si shpjegohet që për herë të parë, e pa imagjinueshme, ka ardhur në Shqipëri i gjithë Bashkimi Evropian. Po jo vetëm kaq. Po do të vinë në Shqipëri në 16 maj, në 16 maj që vjen tani, i gjithë komuniteti politik evropian këtu në Shqipëri. Si shpjegohet nëse është 0-0-0? Nëse është 0-0-0-0, si shpjegohen 12 milion turistë? 12 milion turistë. Është vendi me rritjen më të madhe të turizmit. Rritjen më të madhe relative të turizmit. Si shpjegohen 11 milion pasagjerë në aeroportin e Tiranës nëse është 0-0-0-0? Në këtë vend ku turizmi ishte vetëm frymë patriotike dhe lavdi Zotit vinin shqiptarët dhe shqiptarët nga Kosova dhe Maqedonia që e mbanin gjallë turizmin, se këtu të huajt që vinin për turizëm numëroheshin me gishtat e dorës dhe pastaj e vetmja gjë që bënin ishte që flisin keq kur iknin nga Shqipëria për plerat dhe për llumin që ishte këtu. Po si ka mundësi 0-0-0-0? Si shpjegohet kjo 0-0-0-0? Është bardhur nga policia e Fierit dinamika e ngjarjes së djeshme te mbikalimi i fshatit Dërmenas, ku dëmtuan 2 shtetas. Policia e Fierit ka zbardhur dinamikën e ngjarjes së djeshme në fshatin Dërmenas, ku dëmtuan nëna me djalin e saj. U arrestua 66 vjeçari që në bashkëpunim me djalin e tij qelloi me armë zjarri në drejtim të 2 shtetasve në Nebir dhe po punohet intensivisht për kapjen e djalit të tij. Nga të shtënat nuk pati shtetas të dëmtuar. Paraprakisht u dyshua se shtetasja SM ishte plagosur nga të shtënat me armë zjarri, por nga ekspertiza mjekoligjore rezultoi se 2 shtetasit në Nebir u dëmtuan nga goditja e motomjetit me të cilin ata lëviznin nga automjeti që drejtonte shetasi i shpallur në kërkim. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve kundër personit menjëherë pas ngjarjes së ndodhur më datë 09/04/2025 te mbikalimi i fshatit Dërmenas, ku shtetasi AC 66 vjeç dhe AC 23 vjeç Babe Bir, të 2 banues në këtë fshat, dëmtuan shtetasit HM 26 vjeç dhe SM 50 vjeçe në Nebir, të 2 banues në fshatin Sulaj, kanë organizuar punën për nxjerrjen e autorëve përpara përgjegjësisë penale dhe për sqarimin e rrethanave të rastit. Si rezultati veprimeve të shpejta dhe profesionale hetimore, u zbart dinamika e rastit si dhe u kap dhe u vu në pranga 66 vjeçari. Nga këto veprime dyshohet se shtetasi AC dhe AC për shkak të një konflikti të mëparshëm ndërmjet 23 vjeçarit dhe 26 vjeçarit kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të motomjetit me të cilin lëviznin shtetasit HM dhe SM. Nga të shtënat nuk pati shtetas të dëmtuar. Më pas 23 vjeçari ka goditur me automjetin me të cilin lëvizte motomjetin dhe është larguar nga vendngjarja së bashku me baban e tij. Si pasojë e goditjes së motomjetit janë dëmtuar shtetasit HM dhe SM, të cilët janë nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje janë sekuestruar gëzhoja dhe prova që do t'i shërbejnë hetimit për këtë ngjarje. Gjithashtu janë sekuestruar njëri prej automjeteve të përdorur prej autorëve dhe 3 celular. Vijojnë kërkimet për kapjen e 23 vjeçarit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme për veprat penale vrasje me paramendim mbetur në tentativë kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve shpërthyese dhe municionit luftarak. Eurodeputetët miratojnë raportin për Kosovën, kërkohet heqja e masave ndaj Kosovës. Komisioni për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar draft raportin për përparimin e Kosovës në rrugën drejt Bashkimit Evropian gjatë viteve 2023 dhe 2024, në të cilin deputetët kanë bërë thirrje për heqjen e menjëhershme të masave të marra kundër Kosovës. Në raport thuhet se masat nuk janë të justifikueshme pasi Kosova i ka përmbushur kërkesat e Unionit. Eurodeputetët kanë vënë në pas se Kosova ka bërë përparime të dukshme në reformat zgjedhore, në qëndrueshmërinë ekonomike dhe mbrojtjen e të drejtave themelore, por kanë cekur se sfidat mbeten në reformën e gjyqësorit, lirinë e medjave, efikasitetin e administratës dhe digitalizimin e shërbimeve publike. Raporti u miratua me 48 vota, ndërkohë 19 ishin kundër dhe 6 deputet abstenuan. Eurodeputetët thonë se masat janë në kundërshtim të madh me përkushtimin e Kosovës ndaj vlerave evropiane dhe po e pengojnë rifillimin në mirëbesim të dialogut Kosovë-Serbi. Në raport është nënvizuar se dialogu s'ka sjellë rezultatet e pritura dhe i kanë kërkuar Kosovës dhe Serbisë t'i zbatojnë marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit. Përfshirë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e po ashtu Serbia t'i heqë kundërshtimet ndaj antarësimit të Kosovës në organizatat rajonale ndërkombëtare. Norvegjia po ndërton rrugën në ujore më të thellë e më të gjatë në botë, 26.7 kilometra në ndet dhe do të arrijë deri në 390 metra thellësi. Norvegjia po ndërton tunelin më të gjatë dhe më të thellë në ujor në botë, Rogfast, që do të shtrihet 26.7 kilometra në ndet dhe do të arrijë deri në 390 metra thellësi. Ky tunel do të lidh qytetet Stavanger dhe Bergen, duke reduktuar kohën e udhëtimit me 40 minuta dhe do të zëvendësojë disa kalime me traget, duke bërë udhëtimin më të shpejtë dhe të sigurt. Në projektin Rogfast janë parashikuar 2 rrethrotullime në nishullin Quitsoy, 260 metra në nivelin e detit. Ndërkohë ndërtimi po kryhet përmes shpimit dhe shpërthimit të shkëmbejve të fortë, metodë tipike për Norvegjinë. Ky tunel do të ketë ndikim të madh në ekonominë rajonale, duke lehtësuar transportin dhe rritur turizmin në zonën e fjordeve dhe Bergen. Më shumë se 13.000 automjete pritet të kalojnë çdo ditë përmes tij deri në vitin 2053. Kostoja totale është 25 miliard krone, rreth 2 miliard euro. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.